Nga viti 2008 deri në 2024, rreth 1 milion shqiptar kanë marrë leje qëndrimi për herë të parë në një nga vendet e Bashkimit Evropian, sipas të dhënave të Eurostat. Shqiptarët me leje qëndrimi të rregullt përbëjnë rreth 41% të popullsisë që jeton ende këtu. Por totali shqiptarëve jashtë vendit është më i lartë po të përfshihen emigrantët që jetojnë në Britani, Amerikë, Kanada dhe në vende të tjera jashtë Bashkimit Evropian. Duke analizuar të dhënat e Eurostat mbi lejet e qëndrimit për herë të parë dhënë shtetasve shqiptar nga vendet e Bashkimit Evropian, shihet një rritje vazhdueshme e emigracionit që ka ardhur duke u përshpejtuar vitet e fundit. Të dhënat tregojnë se në vitin 2008 ishin regjistruar 97.780 leje qëndrimi për herë të parë, ndërsa deri në vitin 2014 stoku i lejeve arriti rreth 389.000. Pas vitit 2015 ritmi i rritjes u përshpejtua ndjeshëm. Në vitin 2018 totali kaloi mbi 600.000, ndërsa në vitin 2021 kishte shkuar në mbi 765.000 leje. Trendi vijoi edhe më fuqishëm në 3 vitet e fundit pas pandemisë. Vetëm nga 2021 deri në 2024, numri lejeve të qëndrimit të dhëna për shqiptarët në Bashkimin Evropian u shtua me mbi 230.000, duke çuar totalin kumulativ në pothuajse 1 milion në fund të vitit 2024. Ky ritëm tregon për një presion të vazhdueshëm emigrimi nga Shqipëria drejt vendeve evropiane pavarësisht zhvillimeve ekonomike dhe sociale të brendshme. Rritja konstante nga viti në vit tregon për një prirje afatgjatë dhe të qëndrueshme, ku çdo vit mijëra qytetar kanë kërkuar mundësi pune dhe jetese në vendet e Bashkimit Evropian. Punësimi dhe përmirësimi i gjendjes ekonomike është arsyeja kryesore që i shtyn shqiptarët të emigrojnë. Rritja ekonomike e vendit nuk është shpërndarë në mënyrë të barabartë gjatë tranzicionit. Mungesa e vendeve të punës me paga të denja, informaliteti i lartë në tregun e punës dhe mungesa e sigurisë afatgjate për profesionistët kanë qenë shtysa kryesore për emigrim. Paga mesatare në Shqipëri ka mbetur poshtë mesatare së Bashkimit Evropian dhe rajonit, duke nxitur më tej kërkesën për migrim ekonomik, veçanërisht drejt Italisë, Greqisë, Gjermanisë e më pas edhe vendeve të tjera të Evropës perëndimore. Një numër i madh të rinj kanë zgjedhur të studiojnë në vendet e Bashkimit Evropian, duke përfituar nga bursat dhe programet evropiane. Pjesa më e madhe e tyre më pas kanë aplikuar për leje qëndrimi dhe punësimi. Mungesa e perspektivës profesionale në Shqipëri dhe pamundësia për të gjetur punë të kualifikuar kanë forcuar këtë prirje. Një pjesë e madhe e lejeve të qëndrimit kanë ardhur edhe si rezultat i bashkimit familjar. Një numër i madh të rinj kanë zgjedhur të studiojnë në vendet e Bashkimit Evropian, duke përfituar nga bursat dhe programet evropiane. Pjesa më e madhe e tyre më pas kanë aplikuar për leje qëndrimi dhe punësimi. Mungesa e perspektivës profesionale në Shqipëri dhe pamundësia për të gjetur punë të kualifikuara kanë forcuar këtë prirje. Një pjesë e madhe e lejeve të qëndrimit kanë ardhur edhe si rezultat i bashkimit familjar. Shqiptarët që u vendosën më herët në vendet e BE-s kanë tërhequr familjarët e tyre duke rritur numrin e lejeve të reja nga viti në vit, sidomos në vitet e fundit. Shifra 1 milion leje qëndrimi e shqiptarëve në BE e rëndit Shqipëri në krye të vendeve për emigracionin e lartë në raport me popullsinë, duke na rënditur gjithashtu ndër komunitetet më të mëdha të emigrantëve në hapësirën evropiane.